Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Ekopuls me mua Fatos Çoçolin, si çdo të mërkur brëma, drejt për së drejti, ora 20:00 nga studio kryesore e televizionit Skan. Duam të flasim për një vizitë që tërhoqi vëmendjen, kurajsin e gjithë qytetarëve tanë të para pak ditëve, vizitën 2 ditore të vajzës së presidentit Trump. Dhe prandaj edhe kemi titulluar sot bisedën Ivanka Trump, Kushner dhe vlora jonë. Jemi në shoqërinë e profesorit asociuar Dr. Klodian Muço, zëvendës dekan Fakulteti Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale, Universiteti Zonja e Këshill të Mirë. Profesor Muço, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Faleminderit për ftesën. Me shoqërinë e profesor Dr. Enrico Ceko, pedagog, Instituti Kanadez i Teknologjisë SIT, London Metropolitan College, Dega e Ballkanit dhe senatori i lartë i ma thoni juve botëror të ëngjëve të biznesit. I forumit botëror të ëngjëve të biznesit. Faleminderit, mirëmbrëma, mirë se ardhët, profesor Ceko. Me zotin Zep Shtjefni, miki i emisionit Sipërmarrës dhe gazetar. Mirëmbrëma, zoti Shtjefni, mirë se ardhët. Mirë se u gjejmë. Së shpejti do të na bashkohet edhe zoti Ergis Sefa, ekspert pran Altax. Për më shumë, le të ndjekim një insert që kemi përgatitur dhe pastaj me njerë dhe rikthehemi bisedës me të ftuarit tanë. Ivanka Trump, vajza e njeriut më fuqishëm të botës, presidenti të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, nuk erdhi kot në datat 22 dhe 23 janar në Vlorë. Nuk takoi për form studiot arkitekturore atje. I takoi për të konsultuar për projektin në Sazan me vlerë 1.4 miliard dollar dhe ndoshta edhe për një projekt të mundshëm në Zvërnec. Bashorti i saj, Jared Kushner, sipërmarrës me vlerë pasurie 1 miliard dollar amerikan dhe ish këshilltar politik i presidentit Trump në vitet 2016-2020, është renditur në dhjetor të 2025 nga revista amerikane Forbes si ndër 15 personalitetet më me influencë sot në botë. Kushner mori statusin e investitorit strategjik me një vendim të 30 dhjetorit vitit 2024 të Komitetit të Investimeve Strategjike të drejtuar nga kryeministri. Statusi ju dha kompanisë amerikane Atlantic Incubation Partners, e krijuar dhe drejtuar nga Jared Kushner për një periudhë 10 vjeçare, gjatë së cilës Kushner do të realizojë projektin e tij të investimit të ndarë në 3 faza. Investimi në ishullin e Sazanit ka vlerë në 1.4 miliard dollarëve dhe ndërtimi parashikohet të shtrihet në 8% të ishullit në një sipërfaqe prej 45 hektarësh. Nga projekti pritet të punësohen mbi 1.000 persona. Ky investim propozohet si një projekt i integruar me marinë turistike si dhe struktura akomoduese elitare, rezidenca me standarde të larta, zona gastronomike, zona rekreacionale e të tjerë. Më 17 maj të 2025 në një mesazh video në samitin e investimeve të huaja për Europën në Tiranë, me pjesëmarrjen e presidentit francez Macron me titull Përparësia Europa, Kushner njoftoi se kishte angazhuar një nga inxhinierët më të mirë të projekteve miqësore me mjedisin në Europë për projektin e Sazanit. Ai foli dhe për simbiozën e projektit në Sazan me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nga ana tjetër, vizita 2 ditore e Ivanka Trump në Vlorë përbën një ngjarje me rëndësi të veçantë. Kjo vizitë prodhon disa përfitime konkrete dhe afatgjata për vendin tonë. Ivanka Trump është një figurë globale me ndikim të drejt për drejt në qarqet politike, financiare dhe të biznesit amerikan. Prania e saj në Vlorë e vendos Shqipërinë në fokusin e mediave ndërkombëtare dhe rrit perceptimin e vendit si një destinacion serioz, i sigurt dhe në zhvillim. Kjo vëmendje ka vlerë të shtuar në një kohë kur vendet e vogla në rajonin ton konkurrojnë fort për investime dhe aleanca strategjike. Në klimën aktuale gjeopolitike, çdo afrim me Shtetet e Bashkuara ka peshë të veçantë. Vizita e Ivanka Trump sinjalizon hapje të reja për investime amerikane direkte, bashkëpunime publiko-private, fonde zhvillimore dhe projekte infrastrukturore. Kjo vizitë i dërgon tregut botëror të turizmit një mesazh të qartë: Shqipëria është në hartën e interesave amerikane. Me Ivanka Trump që diskutoi me studiot arkitekturore në Vlorë, me siguri edhe për një projekt në Zvërnec, të dyja projektet kanë aftësinë të sjellin mundësi të reja, punësim të ri dhe të kontribuojnë në forcimin e ekonomisë son kombëtare. Ja ku jemi sërish, pasi ndoqëm dhe insertin, i lutem regjis grafikun 1, doja ta nisja me ju, profesor Muço, në gjykimin tuaj, çfarë sinjali jep vizita 2 ditore e Ivanka Trump në Vlorë për marrëdhëniet ekonomike që gjithnjë e më shumë po bën gati edhe ato marrëdhënie ekonomike strategjike siç i kemi edhe në nivel politik, Shqipëri SBA?
Shiko, është një aspekt shumë pozitiv, një sinjal shumë pozitiv për vetë jonë, për vetë çfarë prezanton zonja Trump. Lutem regjis grafikun 1 edhe për ta diskutuar së bashku me zoti Kushner. Kështu që është një sinjal shumë pozitiv sepse ne prej vitesh flasim për, domethënë që Amerika është një partner ton strategjik, por kur vjen puna për investimet e huaja direkte, le të themi që Amerika nuk është në vendet e para për sa i përket këtyre investimeve. Kështu që siç mund të shifet edhe nga tabelat i investimet në qoftë se ky projekt vërtet do realizohet, janë investime disa miliarda euro dhe flasim gjithsesi për një aset që rri në hi apo një aset i pashfrytzuar prej vitesh që është Sazani. Sigurisht asnjëri nuk do të kënaqet kur shikon mbas Sazanit shikon Zvërnecit. Zvërneci është një zonë e mbrojtur dhe uroj që mos së preket apo mos ta humbasë statusin e zonës strategjike, kurse për sa i përket Sazanit, prej vitesh është folur ndoshta dekada, është folur nga qeveri të ndryshme që është tentuar disa herë që le të themi të marrë jetë apo të investohet në atë ishull, sepse është një aset i pashfrytzuar. Dhe tashmë duket sikur, domethënë gjëra po shkojnë drejt rrugës sigur për të investuar në këtë ishull. Kështu që aspekti i parë janë investimet e huaja direkte. Aspekti i dytë ka një imazh shumë pozitiv në punësim, aspekti i tretë në nivel ndërkombëtar, sepse që në momentin e daljes së lajmit për herë të parë në Bloomberg, domethënë ishim me 10 milion, mbi 80 milion shikime, nga ana tjetër zonja Trump apo zoti Kushner kanë shumë djegës në rrjetet sociale dhe sigurisht në zonën të fokusuar kryesisht në Amerikë dhe thjesht ideja që të shikohet diçka për Shqipëri normalisht rreth vëmendje dhe ndoshta kjo është edhe një nismë që pastaj mund të vazhdoj me investitorë të huaj të tjerë përsëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që deri diku do ndikojë edhe në një farë mënyrë sapo të marrë të vendoset në punë edhe aeroporti i Vlorës, ku do ketë presupozohet këtë linja direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoni një lidhje të ngushtë. Kështu që shikoj shumë në këtë aspekt. Profesor Ceko, i lutem regjis grafikun 2 dobit nga investimi i çiftit më të famshëm të botës tashmë, zonjës Trump dhe zotit Kushner. Po i lexojmë së bashku dhe ju lutem mendimin tuaj, krijon 1000 vende të reja pune gjatë kohës që do ndërtohet në Sazan, sjell brand dhe imazh të shtuar për vendin. Postimi i fotove nga Vlora i përmendi pak në portalin e zonjës Trump, ka marrë me 10 milion klikime, ndërtuesit vlonjat po shesin më shtrenjtë apartamentet që tani me pamje nga Sazani. Dhe në sajt të projekteve janë përmendur në shumë rrjete amerikane, përmendi dhe profesor Muço. Gjykimi juaj. E vërtet, shikon, ky është një sinjal për Shqipërinë edhe për Ballkanin Perëndimor. Në të vërtet, Ballkani Perëndimor nga Evropa ka ngelur pak si ai procesi i Berlinit është çik si procesi i ngadalsuar, vendet e Ballkanit shpresonin që të ishin më parë pjesë ligjore e Bashkimit Evropian në aspektin e Ballkanit, në aspektin e 28 vendeve që janë anëtarë të Bashkimit Evropian, sepse në aspektin praktik ne jemi pjesë, ne jemi qeliza themelore e Evropës, po fakti është që ju përmendët fotot. Shikon, nuk është çështje fotosh. Zonja nuk e ka problem të foto në çdo cep të globit. Çështja është të shoqëruar në panje edhe me muzikën lulebor të karakteristike shqiptare. Çështja është që ka një mesazh, ka një projekt i cili nëse bëhet, nëse realizohet, kthehet në një vlerë të shumëfisht, jo thjesht për Shqipërinë, po për rajonin, po edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është çështje e ndërtimit besimit. Në të vërtetë Ballkani Perëndimor dhe Shqipëria nuk është se janë parë me besim. Ashtu, për të keni shumë drejt. Në aspektin e investimit. Gjithnjë me hije, dyshimi, farë mund ndodhi siguria e investimit. Po, dhe kjo nuk është thjesht për fajt Ballkanit apo të Shqipërisë, po është edhe për shkak të mediave të huaja, të cilët e kanë parë rajonin e Ballkanit si konkurrent. Pra mediat huaja që kanë qenë pro orientimit i investimeve në rajone të tjera. Dhe i kanë bërë qëllimisht qimen tra, domethënë sa herë që kemi patur probleme. Kështu që kjo është çështje vizibiliteti ndërkombëtar. Nëse do të shikojmë edhe në aspektin teorik, marketing, menaxherial, financiar,
edhe në aspektin e këtyre pjesës digitalizimit e ekonomisë e ku diun, jemi larguar nga marketingu klasik dhe jemi futur te pjesa e vizibilitetit. Pra, sa më shumë vizibilitet, dukshmëri, shikueshmëri, aq më shumë zgjohet interesi. Tani, çështja, nëse do shkojmë çik më thellë në aspektin teknik, prestigji ndërkombëtar për shkak të vizibilitetit. Pra emri i mirë. Emri i mirë lidhet me 3 gjëra që janë çik më specifike. Një është dokumentacioni ligjor i projektit. Një. E dyta është a ka partneritet ndërkombëtar financiar për këtë projekt, që përgjigja është po. Dhe kemi edhe pasaj aspektin tjetër që ka të bëjë me ekspertizën teknike. Pra, Fani se ju ndërpres, profesor Ceko, ju kërkojnë ndjes, në ju kujtohet, miku jonë Sefa që nuk ndodhe këtu, po ndoshta do kërcente ai ta thoshte se ishte në atë. Në maj në ju kujtohet në video mesazhin e zotit Kushner, ai tha: unë kam angazhuar arkitektin më të mirë të mbrojtjes së natyrës për projektin e Sazanit. Kërkojnë ndjes se ju ndërpreve. Pra, dokumentacion ligjor, partneritet financiar dhe ekspertizë teknike, pra e ka të nivelit më të lartë. Që janë nivelit lartë, të mos harrojmë se këtu bëhet fjalë për një vizibilitet global që lidhet me aspekte diplomatike. Dhe ne tani gjithsa historisë Shqipërisë të 35 viteve të fundit ne kemi vujt për diplomacinë ekonomike. Dhe kjo është një kartë shumë e mirë edhe për të forcuar aspektin e diplomacisë ekonomike. Pra, vizita 2 ditore e zonjës Trump gjykoni se hyn te kjo diplomaci. Dhe për të përforcuar konceptin e ekonomisë diplomatike. Se janë gjëra ndryshme, diplomacia ekonomike dhe ekonomia diplomatike. Nuk janë njësoj. Nuk janë njësoj. Pra, ne na duhet diplomacia ekonomike. Pra, në momenti që kemi një investim që ka vullën amerikane. Shikon, Shqipëria është larg nga Amerika. Prandaj ne themi që Amerika është partner strategjik dhe jo thjesht partner ekonomik. Domethënë, aktualisht nuk është se Amerika ka investuar në Ballkan, edhe në Evropë. Ha? Kryesisht ka investime që lidhen me profilin ushtarak, militar, sigurisë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Në nivel të investimit ekonomik nuk ka qenë shumë e dukshme. Në nivel të investimit ekonomik, Sazani është ai që shpreh vizibilitetin. E thoni me besim të plot, se kjo është e rëndësishme si deklaracion. Ndër investimet ekonomike më të rëndësishme të kapitalit amerikan është pikërisht Sazani. 1.4 miliard. Ka disa investime që lidhen me teknologjinë e informacionit, po janë të këtyre kompanive, Apple, Microsoft, që kanë investime në Evropë etj, po ky lloj investimi, që është një investim që prek disa fusha, se nuk prek vetëm turizmin ky investim. Ky investim do krijojë zinxhir furnizimi. Do ta krijojë këtë zinxhir furnizimi. Kjo është një nga shqetësimet e pyetjes. Do furnizohet me produkte e shërbime, që gjithë aktorët që janë, por në e lëmë edhe për pyetjen tjetër. Sigurisht se do të flasin, se do flasin edhe kolegët, po që vizibiliteti, diplomacia ekonomike dhe çështja e fuqizimit të zinxhirit furnizimit janë 3 elemente që e shtojnë fuqinë e Shqipërisë në rajon. Zoti, ndërkohë na është bashkuar dhe zoti Ergis Sefa. Zoti Sefa, mirë se ardhët, faleminderit që erdhët. Dhe ju lutem, nuk doja ta ndërprisja në profesor Cekon, por ky është një projekt që juve keni shumë për zëmër. Pse e di këtë? Sepse keni qenë edhe në maj, e përmendëm pak edhe para se sa të vinit juve, kur në Tiranë u bë një takim i rëndësishëm. Pavarësisht se ndoshta qytetarët tanë nuk e kuptuan tamam për masat e rëndësisë atij takimi, po ishin gjigant të investimeve edhe të industrisë ushtarake që përmendi me drejt profesor Ceko, që erdhën në Tiranë, dërguan përfaqësuesit e tyre. Dhe zoti Kushner bëri një prezantim të projektit dhe të idesë, interesit të tij për të investuar në Shqipëri në mënyrë online. Dhe tha, prandaj edhe ndërpreva pak më përpara se të vinit juve profesor Cekon, kur tha që unë do angazhoj arkitektin më të mirë miqësor me mjedisin që ndodhet në Europë. Ishte premtimi i tij. Dhe urojmë që të ketë ekspertizën e duhur. Në gjykimin tuaj, doja t'ju pyesja, ky projekt sa rëndësi ka për faktin që zoti Kushner prezantoi në Davos to ditë. Dhe ju e keni ndjekur, besoj, të gjithë prezantimet dhe zhvillimet, takimet në Davos.
planin ekonomik të ringritjes dhe zhvillimit të Gazës. Mund të jetë ndoshta një nga megaprojektet më të mëdha të planetit, në gjykimin tuaj? Jo, çështja e A Gazës. lidhet, si thua, fakti që ky zotëri është vetë miliarder, është ndër 15 personazhet më me rëndësi të vitit të kaluar, sipas Forbes. E ka renditur. Është familja tim mbi të gjitha. Është networku që ka më i rëndësishëm. Është jashtëzakonisht mirë kapitalizuar dhe familja Kushner është një nga familjet më të pasura të New Yorkut në breza, nuk është tani. Është birë arti që themi ne, fëmijë arti. Absolutisht. Ato kanë një network që sjellin nga mbrapa një sër fondësh sovrane, si Fondi Sovran i Emirateve Bashkuara, edhe ai është më i madh, në botë. Bashkë me atë Saudite. Arabi Saudite. Dy nga fondet më të mëdha, pra nuk është se do jetë vetëm familja Kushner që do investojë. Ka një dallim ndërmjet projektit të Gazës, si ishte më shumë në termat e smart cities, edhe këtij projekti që ne po flasim. Qytete zgjuar. Për Sazan Zvërneç. Smart tourism. Smart tourism, le të themi që është pak më ndryshe. Ky projekt në fakt është në vazhdon e projekteve që ato kanë në zonën e Mesdheut për pjesën e turizmit elitar, ose të paktën siç e konceptojnë ato në aspektin e turizmit elitar. Është akoma herët për të detajet e projektit, në forumin e investitorëve që u zhvillua në maj. I lutem regjis, më falni, ndërsa flet zoti Sefa, grafikun 3 i lutem, profili e projektin e Sazan, ju lutem. Ishte forumin që u zhvillua në maj që ishte me mbledhjen e komunitetit politik evropian dhe prandaj ndoshta nuk mori dhe shumë vëmendje mediatike sa duhet. Ishte dita e parë, po dita e dytë ishte vetëm për miliardat. Dita e dytë ishte në Evropë, po përse jo dhe në Shqipëri. Ishte për miliardat në fakt në Evropë përgjithësi, po edhe ne shpresojmë përfitojmë deri diku sepse kishte vërtet njerëz me peshë që ishin në atë sallë apo që u lidhën online. Po bëj një pyetje që ka shumë për zemrën nëse më lejoni, ju kërkoj ndjesë se ju ndërpres, po ju e dini edhe vetë si thua që preferoni bisedën ritmike. Ka shumë për zemër dhe miku jon profesor Muço. U fol ose nuk është folur deri tani në mënyrë zyrtare për Zvërnecin. Megjithatë, Zvërneci si zonë e mbrojtur. Ne ju kujtohet në fillim, në 2024 u fol për 2 projekte të veçanta. Qeveria nuk bëri asnjë lëvizje për Zvërnecin, i dha statusin e investitorit të strategjik zotit Kushtit, për cilin po flasim, në dhjetor të 2024-s, ne ju kujtohet, nuk u fol më fare për Zvërnecin. Ama bashkëshortja e zotit Kushner, që është edhe ajo figurë publike shumë e rëndësishme në mbar botën, vajza e presidentit, njeriut më të fuqishëm të botës, presidentit Donald Trump, në Zvërnec ishte 2 ditë para pak ditësh në Vlorë. Shikojnë në i lidhje? Jo, ka një dallim. Po donte të sëftëriste studiot arkitekturore në Sazan do shkonin për të prezentuar projektin. Shikojnë në i lidhje juve? Edhe me projektin për momentin të lënë, ndoshta pak në hije të Zvërnecit? E para Zvërneci është zonë mjedisore tipit B, zonë e mbrojtur mjedisore, se ka dallim në zonave të mbrojtura, ka arkeologjike, mjedisore, pra në disa kategori zonash mbrojtura. E dyta... Pra mund të preket për projekte të rëndësishme me vlerë kombëtare apo? Po patjetër ka një master plan fuqi që është për Zvërnecin, i cili është miratuar për një pjesë tjetër. Se doja ta diskutonim edhe doja edhe pranin tuaj, pastaj edhe profesor Muçi do doja do jetë për fshat turistik. Dhe më para pak 15.000 apartamente është folur. Është deklaruar në mediat ndërkombëtare, jo biseda gazetarë shqiptarë. Nuk e di që këtë bërë pjesën e mbrojtjes. Po pra, unë nuk e di pjesën e konkrete sa dhe projekti konkret. Askush nuk e di. Nuk është folur. Por, mund të them këtë, që ne kishim dha të problemi që ligji për mbrojtje mjedisore u dërgua dhe në gjykatë fshetuese, e cila u shpreh vetëm para pak ditësh, dhe në një farë mënyre në vendimin e saj i hapi dritën jeshile. E hapi rrugën për kështu lloj zhvillimesh. Kështu që edhe debati juridik në një farë mënyre mori fund. Pra dhe vizita, shikimi akërnis i Zvërnecit në gjykimin tim jo si duhet. Se nuk erdi kot zonja Trump. Patjetër, në gjykimin tim jo si duhet, edhe kjo pjesë e debatit juridik për pjesën e zonës mbrojtur, por tashmë mori një drejtim. S'duam ne mori... I kërkojmë shumë dies. Mori një drejtim. E së bashku me jone se pranon. Të bëj një dallim atë që unë mbaj mend që në maj në forumin e investitorëve, ndërmjet projektit... Se ishit i pranishëm aty ju, prandaj ju pyet. Të Sazanit eksakt dhe të Zvërnecit. Kemi të bëjmë me një tipologji pak më ndryshe zonës së fshatrave turistike të nivelit ato që amerikanët e quajnë medium to medium high, pra mesatare dhe mbi mesatare në Zvërneci, dhe asaj elitar, që është niveli më i lartë që është Sazani. Pra Sazani do jetë elitar. Do ketë 2 tipe zhvillime të ndryshme, sepse në pjesën e Sazanit, për edhe në Zvërnec, bëhet fjalë dhe për ndërtim marinash, jo thjesht
sektorit imobiliar ndërtim. Po një port kroqerësh, më vdiqem të kemi një port kroqerësh. Marina kjo... Pik më strategjike se Sazani e cila nuk do të tërheqi vetëm pjesën e turizmit, po dhe të gjithë ato bizneset të tjera zinxhir që lidhen me... Pra jeni dakord me çfarë tha profesor Ceko pak më parë, ju nuk ishit, ju kërkojnë ndjes, ta kjo është diçka që do të furnizojë zinxhirit e furnizimit. Patjetër, është shumë e qartë kjo pjesë, pra që edhe... Nuk e shikoni si diçka të izoluar. Të izoluar në aspektin vetëm turistik. Që do ketë vetëm, do jenë disa aktorë Hollywoodit, disa njerëz me shumë para, do vinë një javë gjatë gjithë vitit? Kam përshtypjen se do jetë pak më e gjerë se kjo, pa megjithatë asnjëherë nuk dyshoj kafësia e shqiptarëve për të mos e çuar deri në fund zhvillimin ekonomik që ndryshëm të një vendi për ta lënë. Keni pikpyetje tuaja. Do flasim edhe për atë. Atëre, zoti Shtjefni, ju gjithnjë keni zakon dhe është një zakon i mirë, gjykoj se shikoni të tjerët që flasin në studio, në të ftuarit e tjerë dhe pastaj dëshironi të flisni juve. Nëse profesor Muço nuk ka ndonjë gjë për Zvërnecin për momentin. Zvërnecin nuk jam jurist, as zoti Sepa e tha me drejtë që nuk jam jurist. Në momenti që bëhet një investime, unë bet atë pjesën e statusit të mbrojtur dhe për fat të keq ne po sakrifikojmë natyrën dhe gjithë shka vetëm për të ndërtuar ca hyrje, vila, pallate e tjera, mund të jenë të vila elitare që si ka, po në thelb në vetvete, ne po shkatrojmë natyrën. Tani, a ja vlen që të shkatrojmë natyrën dhe ato pak zonat të mbrojtura që kanë ngelur për të ndërtuar ca vila më tepër, kjo ngelet për tu parë. Këndvështrimin tim ekonomik, jo. Zoti Shtjefni? Unë desha të merrem çik më shumë me atë që sjell për Shqipërinë në këto momente reale, sepse edhe njerëzit opinioni zien. Ne ishim në një fazë shumë kritike të situatës politike. Dhe kjo duket si një ujë i ftoft edhe për politikën. Dush i ftoft mund edhe ta quajmë. Ishte tamam si një dush i ftoft që u holl, sepse po na kthej në luftë politike edhe sherrri midis pakut dhe qeverisë. Rama e dim se është lojtar i jashtëzakonshëm dhe mendoj se ai e nxiti, sepse ky ishte një projekt që u ndalua një herë. U shty për një 8 muajsh. U anullu fare në Serbi projekti që ata kishin. 740 milion euro. Eksakt. Dhe edhe këtu që një njëjti rrezik që po e shtym dhe pastaj po e lëm. Rama duke pa dhe situatën e brendshme politike këtu, duke pa dhe inspektorë të shumë që vinë nga Amerika, se ishte një luftë që vinte edhe nga andej, atëherë bëri këtë që për mendimin tim është merit shumë e madhe e tij. Por ardhja e Ivankës tu do ta quaj bekim, sepse shërbeu pikrisht që të vendosi edhe anën politike gjërat në Shina, ne le të shikojmë gjyqje. U paqtuan si me magji. Si me magji, bravo. Atëherë, edhe kot koha jo nuk e shpalli Kushnërin njeriun e vitit për Shqipërinë. I 15, do ndërën 15 nga ana politike ishte në momentin e duhur, perfekt, sepse rrezikonim si 96-ën të thynim qafën përsëri në prag të hyrjes në Europë. Kështu që politika pastaj ndikon ke ekonomia. Themi, a është e mirë? Po i jashtëzakonisht e mirë një investim i tillë. Ne për para po vujmë për mend dhe për para. Dy gjëra që vujnë të gjithë, po ne sidomos. Për mend dhe për para. Mend kush janë? Planet e zhvillimit, se po të ishim zotët vetë, s'kishim zënë vinin ata. Ekspertiza që tha me drejt edhe profesor... Si projekti madh i Durrësit, si ky projekt, nuk është se janë të ndaluar shqiptarë, sepse pjesa dërmuese e biznesmenëve të fuqishëm shqiptar po investojnë si në brigje të detit, po investojnë në Tiranë, gjithanej. Pra, janë të ndërthurura mirë, po çfarë, sepse po thuhet, po jo do vinë vetëm aktorët e Hollywoodit, do jetë vetëm për elitat. Disa shqetësime që kanë dalë në media, jo vetëm sot, e para shteti shqiptar do ketë fitim të jashtëzakonshëm, se që këtë TV-sheja, çdo gjëja është 20%, TV-sheja. Tatim fitimi është 15% ose dividendi. Që këtu ne kemi një thelb madhe, pastaj kemi taksat mbi pronën vendore që i marrin bashkitë. Pastaj kemi taksat për ndërtimin e artë preventivi direkt që i përfitojnë bashkitë. Pastaj kemi rreth 1200 vende pune për ata që do ndërtojnë. Gjithë industria
e ndërtimit të Shqipërisë fillon e futën punë, se kemi ngell të bëhë kleringje, gjithkohën, se s'kemi para. Me ato s'bën ndër kleringje, se nuk i shesin ata, i kanë për vete. Kështu që futën punë edhe industria. Por, janë tatimet për gjithë punojësin që do marrin, se do i marrin edhe të hujt. Po të hujt do jenë ata që janë profesionistat e nivelit lartë, pra përgjegjësit, drejtorat, kurse resto do t'i marrin nga shkolla shqiptare, i pjesë madhe do t'i marrin. Përgjithë të stafet. Që tatime mbi pagat, si për të hujt, si për të vendasit, tatime mbi pagat, taksa sociale e sigurime shëndetësore, janë pastaj një gjithë sistemi tatimor i vendit që e ban shtetin shqiptar ortak aty. Kështu që ne nuk kemi asnjë lloj humbje. Plus, do të ngjall pastaj ndërmarrje që do i shërbejnë. Në fillim ata që do ta ndërtojnë, se më çfarë do ta ndërtojnë, do vinë nga Amerika ta ndërtojnë. Do ta ndërtojnë shqiptarët, pjesë ndërmuese. Nën kontrator do jenë kompani shqiptare ndërtim. Patjetër. Pastaj ato që do i shërbejnë, që është bujqësia. Bujqësia shqiptare, tregtarët shqiptarë do i shërbejnë pjesës më të madhe gjërave. Këtu për shumë mund të filloj shoh pak deri diku problemet, sepse ne nuk i kemi akoma zhvilluar ato fermat tona që ta mbyllin këtë linjë furnizimi. Kam frikë se do shkojnë drejt importit. Sigurisht, nëse se gjenë këtu do shkojnë drejt importit, po do zgjohen ata që kanë filluar të zgjohen që tani, kanë filluar të zgjohen. Shpresoj. Duke parë se çfarë po na vjen, do zgjohen gjithë. Sepse nuk janë budallë shqiptarë. Do t'i kesh gjithë etiketat e domateve tona shqiptare. Atë shpresojmë. Specët shqiptare, ma të preferuar, dhe për atë që vjen nga Hollywoodi, ma besoni, ma të preferuar janë diçka tipike shqiptare, ka mundsi ta shihoj. Po, vërtet. Pra kjo është ajo që do stimulohet më shpejt se asgjë tjetër. Që është një e mirë e madhe e përgjithshme. Dush mbi situatën politike të vendit, me i vunë përshin, të shikojmë gjyqjen e, se kemi kohë që shohim asnjë gjyq. Ti shikojmë këto politikanë tonë që u kemi besu, a janë hajdutër vërtet, apo janë të pasur dhe janë këta tjerë që po i akuzojnë. Le ti shikojmë ato gjyqje. Le të shikojmë edhe tendera publik, se s'kemi pa kur një tender publik. E inshallah shërben kjo që të frenohet hajnia, të vend mend të gjithë, e t'i kthejnë njerëzit punës edhe interesit dhe biznesit masiv. Kjo është një e mirë e përgjithshme shumë e madhe që na vjen si bekim. I lutem regjis, grafikun 4, investimi në Sazan do të ketë, dhe duhet ta nisë komentin me profesor Muçon. Vila private, faleminderit regjis, dhe rezidenca me standard të lartë. Edhe nga mënyra se si zoti Sefa u shpreh, është niveli më i lartë, pra vila vërtet luksoze. Zona për aktivitetet detare, marina dhe plazhe private. Qendra për spa, mirëqenie trupore, wellness, rekreacion, restorante, mjedise për evente ndërkombëtare, zona për sporte ujore dhe ekoturizëm. Të gjitha së bashku, ky projekt 1.4 miliard dollar amerikan, profesor Muço, në 45 hektar, që është 8% e pjesës së Sazanit. A mundet, thot populli jon, shef Rushin dhe piqet, që edhe ajo 92% tjetër e Sazanit, që sot është shkure, dhe disa objekte, do më thënë, të vjetat papërdorura ushtarake, të mund të reaktivizohet, nuk është se duam të ndërrojmë shumë Sazanin një mini Singapore, por a mund të kemi këtë potencial në gjykimin tuaj? Do me thënë, nuk do kritikojmë sepse uroj që të filloj investimi sa më shpejt, pak në pjesën e Sazanit. Për fatë keq, kur diskutuaj që dha statusi, do me thënë duke si kur më shumë gëzoj shteti shqiptar se sa ata që morën falas këtë aset kaj të rëndësishëm të Shqipërisë. Për fatë keq nuk ka një plan konkret që, 8% shi do e marrin ata, po me këtë 92% shi tjetër, çfarë do bëhet? Shteti shqiptar, qoftë ata me të drejtë, nuk se ka një plan konkret se si do të zhvillohet. Plan zhvillimi, master plan, si quhen. Master plan, po të kemi parasysh si kush, do me thënë kush ka vizituar Sazanin për fatë keq është njëshur në një që rrethohet me ujëra shumë të thella dhe praktikisht që mund të shfrytëzohet për plazhe apo për shumë pak. Le të themi është shumë pak. Pjesa tjetër është mund të zhvillohet shumë mirë. Pra ëndra në importi kroqerash është shumë e vështirë. Kroqera nuk ka logjik aty kroqera sepse kush do vi, do me thënë, nuk ka se çfarë të vizitojnë në fund të ditës, se mund të jetë shumë mirë për një port jatesh, që ndoshta të pasurit mund të parkojnë jatet e tyre, por që kroqera nuk ka logjik. Logjika mund të zhvillohet pjesë e marinës detare, po një pjesë, por jo dhe shumë sepse ndot ujin dhe normalisht humbet atë pjesën e ndërtimit të vilave elitare apo vilave premium që po diskutohet.
Kështu që në thelb, në vetvete, edhe Sazani, për te këtij aspekti, do kthehet thjesht një nga ato fshatrat e shumta turistik që shteti shqiptar ka dhënë mos gabon 78 lekë ndërtimi për ndërtimin e këtyre fshateve turistike. Uroj që kjo ndoshta të tërheq vëmendjen se si mund të, nëse shteti do kishte që mund të qoftë edhe një frizonare siç ti e diskuton me të drejtë mund të zonë lirë ekonomike, pse jo? Është një vend i mrekullueshëm për ta realizuar. Duhet një plan konkret nga ana e qeverisë. Mungesë plani dhe strategjie konkrete, paktën që qytetarët aty çdo bëhet me 92% e trullit të gurtë të Sazanit. Çdo bëhet me 92%. Po, profesor atje tani ka mundësi të shumta, sepse ajo zona e Sazanit është edhe një ekosistem interesant edhe për shkak të florës dhe faunës që ka ishulli i Sazanit. Aty ka dhe disa specie që janë endemike në atë zonë, edhe shumë bukur mund të shërbej edhe për këta që paguajnë edhe nga $1.000 në ditë për të kapur flutra, grenza edhe për të mbledh lule. Se është edhe ky turizëm. Ka pasionuarit e në natyrës, florës, faunës. Nëse ju shikoni ato që përmendët, llojet e ndërtimeve që do bëhen aty, ato janë ndërtime pikërisht për ta njerëz që paguajnë shumë për një natë. Edhe një lutem regjisë, investimin Sazan, vila private, zona për aktivitete detare, qendra për spa dhe mera. Faleminderit. Bëhet fjalë për njerëz që do paguajnë jo sa ç'është pagesa mesatare e një nate në një hotel të zakonshëm. Po çfarë shikojnë me interes këtë është që ky ndërtim shkon shumë paralel me Melian. Dhe ata që shkojnë te Melia thonë, po mirë, vitin tjetër të ikim atje, se edhe Melia është turizëm. Është rrjeti për gjitha qytetarët, është rrjeti spanjoll, po është ndërkombëtar i hoteleve cilësore. Dhe është edhe i pranishëm në Shqipëri. Dhe ata që vinë në Sazan, do thonë, po mirë, po vitin tjetër t'ikim të Melia. Do thonë, krijohet një network, një lidhje. Në lidhje me kroqere... Nuk ngelet vetëm Sazani, kjo është e rëndësishme. Jo, nuk ngelet vetëm Sazani. Por turisti që dëshiron të shpenzoj, vjen edhe për Melian. Po, në lidhje me kroqeret, ne nuk është se kemi patur fort diversifikuar transportin detar në Shqipëri, dhe edhe këto marrëdhëniet detare ne i kemi me disa tragete me Italinë, që janë më shumë tragete komerciale dhe për njerëzit, sesa tragete të llojit turistik, dhe kemi dhe një marrëdhënie me Korfuzin, Saranda me Korfuzin, që edhe në periudhën e verës vendoset një... është në interes të dy parë. Tani, po të shikosh me mënyrën se si lëvizin kroqeret, edhe se si lëvizin këto anijet e mdhaja, kemi parasysh që Korfuzi shkon drejtën Brindisi, Korfuzi shkon drejtën Sicili, se me këto do lidhemi. Sigurisht. Por, për shkak të rritjes së fluksit të turistëve britanik që vinë në Shqipëri, dhe që edhe Korfuzin... Mes linjës ajrore drejt për drejt, se ne e dim këto. Dhe që edhe Korfuzin e kanë patur target, të paktën deri para pandemisë, Korfuzi ka qenë target i turizmit. Spanja, Portugalia dhe Korfuzi i Greqisë. Dhe brenda Korfuzit është qyteti Kavosit, pjesa e jugut Korfuzit, që është vendi ku shkonin më shumë britanikët. Pjesa më e zhvilluar. Pjesa më e zhvilluar. E ishullit. Dhe tani, me këtë vendosjen e linjave direkte të Shqipërisë me Britaninë, ata mund të bëjnë një zgjedhje Shqipëri, Vlorë, Sazan, dhe duhet një transport Sazan. Pra hapet, gjykoni juve dhe një mundësi e artë për një nga kombet më turist të botës që është kombi angles. Po vetëm 500 metra linear kanë plazhat në Bournemouth, në jug të Britanisë. Nuk kanë edhe çik aty në Bath, që është një për arsye të Gulfstreamit, që është çingrot, po Britania nuk ka plazhe. Kështu që ata janë, mund të na dyndem dhe ku ta gjejmë nese. Më para nuk e kanë të pakët, në kuptimin e shpenzimeve janë turistë që shpenzojnë. Edhe pse deri tani kemi patur turist evropian dhe turist britanik që kanë qenë turist të lirë edhe të mesëm, tani shtohet mundësia që të vinë ata turistët britanik që... E jep të mundësi... E jep mundësi... Resorti mjedisorë në Sazan. E jep sepse Britania me Amerikën janë një, nuk janë dy, janë një. Kështu që ata do shumë drejtë kjo lidhje. Është edhe kjo lidhje. Ka të bëj lidhje simbiozë, të dy vëllezër siamesë. Gjitha këto elemente duhen financiare dhe politike. Gjithë këto elemente duhen shfrytzuar për atë vizibilitetin që thashon, po dhe për përfshirjen e partnerëve shqiptar në projekt. Sepse kur flasim për linja transporti, patjetër, është me shumë drejt. Kur flasim për linjat
po flasim vetëm për transportin. Kur flasim për transportin e qytetarëve në një vend që pretendon të jetë ajka e turizmit në Ballkan, në Western Balkan, Ballkani Perëndimor, se me Kroacinë dhe me Greqinë dhe me Turqinë është çik vështirë. Sigurisht, jemi ende vite dritë lartë, shumë e drejtë kjo. Në Ballkanin Perëndimor, ne dhe Malizi jemi që kemi 20% të ardhurave nga turizmi, edhe 10% popullsisë të forcave të punës punësuara në turizëm. Kosova, Serbia, Bosnia dhe Maqedonia janë shumë poshtë në krahasim me ne në këtë fushë. Dhe unë këtu shikoj atë forcimin e si thosh të peshës së Shqipërisë për turizmin në rajon, sepse po dalim përtej Malizi, duke patur më shumë forca pune në turizëm, duke patur më shumë investime në turizëm, duke patur më shumë të ardhura nga turizmi, atëherë ne bëhemi lider në Ballkanin Perëndimor dhe po parë në këtë aspekt, marrëdhëniet që duhet kemi me turistët italian, të cilët nuk bëjnë turizëm në Itali. Italianët kanë gjitha të Bregdet, bile kanë abandonu edhe atë pjesën klasike të turizmit italian, zonën e Riminit. E kanë praktisur. Në një kohë që tani kanë hedhur edhe italianët, pavarësisht nga sasia që shpenzojnë çdo ditë për ditë qëndrimin në Shqipëri, i kanë hedhur sytë edhe nga Shqipëria, mos harrojmë. Dhe po shohim për herë më shumë, turist italian. Plus që edhe turist francez, gjerman e tjerë. Po shikoj. 5 milion vit. 5 milion në vit. Britania dhe Italia janë një ndër 7 vendet më të pasura në botë, më të industrializuara në botë. Me potencial për të shpenzuar për turizmin shumë të lartë. Dhe, ta mbarojmë pak. Ta mbarojmë e mbyllam. Ajo që parashikoj unë është që do ketë dëshirë për të investuar edhe nga të huajt, kryesisht në zinxhirin e furnizimit. Zinxhirin e furnizimit, potenciali i jashtëzakonshëm investues sipas profesor Cegos. Zoti Sefa, në gjykimin tuaj, a do të ndikojë ky investim që i gëzohemi të gjithë faktit që është amerikan, edhe bëhet për një çifti shumë të famshëm dhe me ndërhyrje shumë të forta në politikën amerikane, jo vetëm në investime dhe në ekonominë amerikane. Do të ndikojë që ky investim ta bëjë turizmin ton atë që duam të gjithë afatgjatë? Mbi gjitha unë shpresoj që të ndikoj ke ngritja në zinxhirin e vlerës për ta bëj elitar, ose le të fillojmë të shkojmë drejt turizmit elitar, dhe kjo është një ndër ato investime, ndër ato struktura që ndihmojnë në këtë gjë, sa që ti tërheqësh turizëm elitar, duhet të kesh një infrastrukturë të caktuar, se turisti elitar nuk vjen në cilën do lloj infrastrukture. Dhe ky është një investim që në këtë drejtim mund të bëjë shumë. Pse është më rëndësi pjesa e turizmit elitar? Sepse këto janë turistët që shpenzojnë më shumë dhe ne kjo na intereson dhe këtu fillon përfitimi jonë. Ama, për të rikthyer asaj që tha profesor Muço pak më parë, që ne do të bëjmë një balans ndërmjet pjesës zhvillimit vrullshëm ekonomik në këtë shtyllë të ekonomisë, turizmit, dhe dëmit ekologjik mjedisor, i cili duket në një farë mënyre i dorës së dytë për momentin shumë i rëndësishëm. Po janë marrë të çmime Nobel në ekonomi për efektin ekonomik që sjell dëmi ekologjik mjedisor. Dhe efekt ekonomik negativ gjithmonë, nuk flasim për efekt ekonomik pozitiv. Jo, turizmi gjithmonë është e pranuar, po turizmi që ndot. Po varet se si e menaxhon. Pra, edhe pjesën e ndotjes, edhe pjesën e menaxhimit të mbetjeve varet si menaxhon, sepse mund të ta neutralizosh efektin. Këtu duhet të jemi ne të kujdesshëm. Kjo është sfida jonë. Dhe të mos bëjmë investime që të nxitohemi vetëm për të tërhequr investitorët huaj, ndërkohë që të harrojmë këto pasojat që janë afatmesme dhe afatgjata që madje mund transferohen ndër breza. Kurse për sa i përket efektit që mund të japin ekonominë tonë në tërësi, investimet këtilla patjetër që nëse menaxhohen mirë, vërtet sjellin një efekt zinxhir shumë mirë në ekonomi. Zoti Shtjefni, në gjykimin tuaj, a krijon një precedent pozitiv ky projekt i Ivanka Trump dhe Jared Kushner për investitorët e tjerë strategjik tek ne? A mundet Sazani të shndrohet në një projekt model zhvillimi? Se kush përmendi 80 milion shikime, profesor Muço. Për publikimet e Ivankës në rrjetet sociale, pamet nga Shqipëria. Portalet të X, Twitteri dhe Instagram. Klikime. Janë reklame jashtëzakonshme për Shqipërinë. Kështu që pastaj investimi fizik atje do jetë magnet tërheqës për investitorë të tjerë. Siç ka shërbyer edhe
Alabari Durrës edhe gjithë investimet tjera të huaja që kanë pas kurajë që të vinë. Po ne leti hedhem një pamje retrospektive që na ka dhënë Sazani në shekuj, gjatë gjithë historisë tonë. Na ka dhënë që ajo shkëm, ajo pjesë e Shqipërisë që është fituar me luftë, e dim, por na ka dhënë në gjone përveç të bazën... Në dy momentet caktuara historike, na ka dhënë mbrojtje. Ka dhënë mbrojtje, në pushtetit e Enver Hoxhës. Po. Pra, në nivel ekonomik, zero. S'na ka dhënë kur asgjë. Kështu që mirë se të vinë ato lloj investime se do ngelin Shqipëri ata. Unë e kam gjithmonë atë sensin që ta lidh pak edhe me gjëra tjera, se njerëzit kanë të drejtë që shqetësohen, kjo është goca e Trumpit, nesër Trumpi s'është atje, mund të shkojë litar, mund të bëhet heroi i Amerikës e i botës, po se dim, ai është i përkohshëm atje. Po investimi që bëhet këtu nga goca e tij, dhan rrit janë të përjetshëm këtu, ngelin këtu në Shqipëri. Që kjo është shumë e rëndësishme. Pra nuk bëhet, përfitohet nga një situatë politike sigurisht, ato që janë aktorë të situatë politike. Edhe vendet të tjera këtë kanë bërë. Greqia e viteve 70-80. Pra oj qoftë nëse u kanë mush menjen që të investojnë realisht në Shqipëri. Edhe nuk i pengojnë, po i hapin rrugë që të investojnë, sepse ai investim ngelet pasurie e këtij vendi. Le të fitojnë sa të munden ata. Sa aq më shumë fitojnë ata, aq më shumë fitojnë ne. Në gjitha pikpamjet. Kështu që ne kemi vetëm përfitim. Pra, Trumpi mund t'jeti përkohshëm, po ai ndërtim është i përhershëm, ngelet aty. Tjetër gjë, për mendimin tim, Amerika këtu nuk është ngulur shumë. Në qoftë se ne kemi partner strategjik Amerikan, si edhe ta mbajsh partneri strategjik hava, prish raportin me NATO në ti more fund. Do mbrosh me lastriqe se ushtrin mjetet ushtarake i ka shkri Sala me ko. Me shapka e me lastriqe. E gjitha janë shkri, okej. Në qoftë se investimet amerikane ngullen në Sazanën Zvernec, do ngullen Tropoj me 1 miliard e sa tjera. Po, folëm lidhur me parkun e Olik të Tropoj. Ashtë edhe Skavicja që nuk e kuptoj pëse s'po flitet ma, se ishte një projekt gjigant i madh. 20% do ta përmirëson të gjithë shumë rentabël. Kemi edhe e Kuqovën që janë fut gja atje, ndoshta edhe Gjadri nesër, ndoshta edhe projekte tjera. Që Amerika nuk rrinë hava në Shqipëri, vetëm duke të dhënë armatime ty për NATO-n. Nëse Amerika ka interesa ekonomike të mëdha në Shqipëri, Amerikën e ke këtu, bashkë me partnerët e përhershëm që ne kemi pas dhe kemi, siç është Italia, Turqia, BE, sigurisht. Por ne po bëhemi lojtarë jashtëzakonisht rëndësishëm kështu, duke e fut Amerikën me investime këtu, i je në rregull me gjitha. Atëre, po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, se jemi në fund të pjesës së parë dhe menjëherë do t'i kthehemi bisedës pas këtyre minutave.